Këto lojra dimrore janë shumë të rëndësishme për Komitetin Olimpik të Kosovës dhe për gjithë sportistët tanë. Siç edhe ju e dini, Kosova përfaqësohet nga 2 sportistë, Kiana Kryzio, që na përfaqëson me 3 disiplina alpin, dhe gjithashtu Dreni, i cili së bashku me trajnerin e tij Agim Popovci dhe trajneri i Kianës Visar Kryzio. Ne mundua që gjatë krejt këtyre viteve së bashku me Federatën e Skijimit ti përkrahim sportistët tanë me bursa olimpike, si dhe me kampe stërvitore, që dim që nuk janë fare të lehta. Asnjëherë në historitë e skijimit nuk kanë qenë më të përgatitur se tash që po shkojnë në Olimpiadën e Cortina. Kështu që ju uroj shumë sukses garuesve radhë të parë dhe pres një rezultat më të mirë se radhave tjera, duke ditur që kanë shumë ditë në trajnimeve në borë dhe mbështetja nuk ju ka mungu asnjëherë. Kështu që pres rezultate më të mira të mundshme në këtë olimpiadë që do të vijë. Paka shumë kjo është një vazhdimsi e karrierës time. Unë i kom pas 17 vjet në Pekin edhe kom garu pra vetëm në disiplinën e slalomit të madh, kurse tash mbas 4 vite, shumë pune dhe shumë përkushtimi, ja kom mundsu vetës me rezultate me garu në 3 disiplina. Gjithçka është si pasojë e punës dhe përkushtimit edhe mbështetjes të pandalur. Prej vetës, pres rezultate të mira, pres një paraqitje shumë më të mirë se herën e kaluar, edhe një përfaqësim sa më dinjitoz i shtetit. Për mu, lojrat olimpike Milano Cortina është hera e parë që do ta përfaqësoj Kosovën në eventin më të madh botëror, që është Olimpiada. Pavarësisht kësaj olimpiade, këtë olimpiadë rrugtimi ka qenë më i vështirë, pasi që kualifikimi në olimpiadë ka qenë nga Federata Ndërkombëtare për ta fituar në orë më vështirë se olimpiadat e kaluara. Domethënë motrat kanë qenë më të shtrënguara dhe ka qenë që duhet me dëshmu nivelin që jemi të afër atë olimpiadë. Kështu që kam dëshmuar dhe shpresoj që përfaqësimi ka me qenë në nivel sa më të mirë botëror.